Sigurisht që ato dy elementet që përbëjnë sot politikën shqiptare janë klithmat pas klithmat, nuk e di, tundja, shkundja e Partisë Demokratike dhe sigurisht që Partia Socialiste janë çështjet që ka me magjistraturën speciale, BKN, SPAK-un edhe GKK-on. Në të vërtetë është magjistratura. Ajo që duhet dallojë njerëzit është sigurisht kemi të bëjmë me një qark të mbyllur, që sigurisht quhet speciale, por që kanë speciale, si Byron Kombëtare të Hetimit, si prokurorin speciale të krimeve, dhe njëkohësisht edhe gjykatën speciale. Dhe këtë një pjesë e madhe e njerëzve nuk e kuptojnë dot, që mbyllet qarku aty për aty dhe ky është tribunal. Janë në të njëjtën ndërtesë. Pra Partia Socialiste ka punë me këtë, sidomos me çështjen Balluku dhe me atë që sigurisht në mënyrë politike sot edhe dje u veprua edhe nga SPAK-u. Kjo është e keqe e madhe. Normalisht që unë do të kisha dashur që SPAK-u që në fillime të kishte kërkuar heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Përderisa i bën aq shumë akuza, përderisa ka lëshuar, por që ti kërkosh pezullimin dhe pastaj të lëshosh pjesë të përgjimeve dhe gjëra, do me thënë që do të lush politikisht, do publikun me vete, do, si të them tash, median me vete, do që të çosh pH politik, që pastaj të kesh mbrojtje, dhe normalisht, kësaj lloj përgjigje që mendon, dhe fjala Dumani ose ai Prençi, edhe Partia Socialiste, me Ante Edi Ramës, i cili është lojtar më i mirë politik se sa. Jo këtë të dy, po 12 si puna e tyre, i përgjigjet po me politikë. Dhe çfarë bën? Tani 2 ditë pa e hequr Vula, jep edhe atë kërkesën që duhet ta bëte që në fillim. Zonjës Balluku. Kërkesën parlamentit për t'i larguar imunitetin, që ata ta arrestojnë. Atë veprim që duhet bënte dhe që e zëvendësoi me pezullim, në mënyrë perfide, morboze, për të fituar elektorat, a thu se do të nesër me do të votohen për deputet, a thua se Dumani edhe ky Prençi do të dilin nesër, mbas e dalin për deputetës, edhe kjo punë mund të ndodhi, dhe që duan të krijojnë sa më tepër elektorat. Praktikisht është futur në lojë politike dhe këtë po ja them që në fillim lojë politike nuk ka për të fituar prokuroria, por gjykata, por politika. Nuk ka për të fituar as prokuroria as gjykata. Ka për të fituar politika se për atë punë është vendosur. Kështu është kur i ngatron lojrat. Megjithatë, midis këtyre dyjave, po zgjedh që të diskutoj punën e Partisë Demokratike dhe Sali Berishës. E reja fundit ishte se ata do të identifikojnë sorosistat dhe tradhtarët e tyre. Sorosianët. Imagjinoni një njeri i cili ka ardhur me anë të kopit, që ishin të gjithë sorosianë, përfshit bien e tij, Lulzim Bashën, edhe shumë prej tyre në 2005, shumë prej tyre i pruri Sorosi. Sorosi i prurin pushtet, Sali Berishën dhe kopin sorosian. Të shi shpall gjuetin e shtrigave të sorosianëve. Sali Berishës, kush i çohet kundra ashtu sorosian, o bashkëpunëtori i Edi Ramës. Dhe gati është edhe ky Salinjani, i cili u përdor, dhe kjo më tregon konferencën e Tiranës 1956, bashkë me Ali Mehmetin, i cili u tërhoq tash. Që zbuluan se kush ishin tradhtarët e partisë, dhe Enveri i mori dënoi gjithë. Tash Sali Berisha, Flamun Noka dhe nuk e di se kush janë aty, kërkojnë sorosianët. Mirë po, edhe në takimin që kishin në Elbasan, Mun Noka i akuzon si të Suat Çelës, edhe shiko çfarë reagime shkan tash demokratët. Dhe njëri prej antarë i kryesisë PD-s në Elbasan shpërthen ndaj Flamun Nokës, je fllihësir, në ngrata dhe po shkatron partinë. Edhe imagjino tash çfarë reagimit ka ky Andi Mema. Të nderuar miq demokrat, jam i detyruar të bëj këtë reagim për shkak të përmendjes së emrit tim nga një emision televiziv
nga muli I partisë, o si që njohin të gjithë ai që po shkatron PD-n. Unë jam kryetar I grup seksionit Partisë Demokratike I zgjedhur me votë. Ti je një flisir që të kanë përzën nga kudo ku ke qenë, të përzun nga kuksi dhe nuk që asë njeri, të kanë përzën kudo ku ke qenë. Të akuzosh ti që je non grata në Britani dhe Amerikë, pikërisht për lidhet për krimin dhe për korrupsionin galopang, përveç se për gomarllokun e madh që përfaqëson, kjo është medalje. Një imbecil politik si Nul Moka, e quan ky Mema, akuzon se demokratët që nuk pëlqejnë atë dhe sojnë e tij të degeneruar, pas kanë lidhje me krimin, me PS-n, me hënën, me Marsin. Që është halucinant, I smur dhe anti-edukative di I madhe I vogël, por Flamur Mnoka, pikërisht për shkak të lidhjeve me krimin, është në grata në Amerikë, Britani, madje edhe tek syri, e ka fjalën për syri TV, se është një hale, e as halet nuk e pranojnë. Shanë gjithë kë. Tani kam një pyetje, Flamur mirë vilat e apartamentet e vjedhura tek pastrehet, se ato t'i nxjerr spak shpejt. Po ndonjë lidhje me minorene pret të dalë, imagjino deri ku shkon akuza e një demokrati kundra sekretarit përgjithshëm dhe çfarë është ky sekretar politik, nën kryetar, çfarë bën me kënë Partinë Demokratike Mul Noka. Je përgjigjet sepse është mësuar ai të shaj, imiton Sali Berishën. E imiton, edhe me gjeste. Dikur imitote Tritan Sheu, tash e imiton ky. Po ky përdor edhe kështu se e di vetëm për të fortë edhe fizikisht, përdor edhe është edhe bodyguard në këtë mes. I përgjigjen këta se si aparton kush, jo Mulnokës, po as kërkuj në botë. Dhe ka kështu demokratës. Mirë po, ka edhe një gjatë tjetër. Këtu është edhe një element tjetër ku thotë edhe Flutër Açka. Dhe ishte deputete Flutër Açka I bën thirrje Flamur Nokës, që t'i kërkoj falje demokratëve dhe veçanërisht atyre të Elbasanit, pas deklaratës së tij se takimin e Ervin Salinjanit, atje I kishte organizuar Suel Çela. Suel Çela, pjesa e krimit. Kështu I lëshon Flamur Noka. I bën demokratët në Elbasan, e janë mësuar me shkatru partinë e tyre. Kështu bënte edhe në veri me komunistat. I shpalte pastaj tradhtarë, miq të këtij, miq të tij, bashkëpunëtorë të tij, bashkëpunëtorë dhe në Partinë Demokratike fillon linçimi I demokratëve. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, ish deputetë demokrate shkruan se këto akuza nuk bëjnë pis Salinjanin, por Partinë Demokratike që shtëpia e gjithë demokratëve. Zoti Noka, kujdes, nuk po bën pis Salinjanin, por partinë. Besoj se ju kujtohet dhjetori 2021 apeli demokratëve anti-Berisht te Markata. Shantazhi ndaj tyre. Markata fliste me emrin tuaj, kërkonte firmë për aktovendin e tij të dhjetorit. Nëse mani mend, ju a kujton zoti Gazi, I ka fjalën për Gazbardhin. Ju a ka thënë me zë dhe figurën dhjetor 2021-shit. Ka dhe tabulate telefonash, ka dhe dëshmitar. Demokratët e ndershëm mos I përzini në këtë pishane ndarje që keni gatuar për tapit PD-s. I thot Flutër Açka. Ikni zotin Oka, futeni në reformin partinë. Sot duhet të ishte në sheshe gjithë Shqipëria, por juve nuk të vinë keq shtëpia. Lexo PD-n. Kërkoju falje demokratëve të Elbasanit. Unë nëse do isha dje në Shqipëri do të shkoja takim ke Salinjani, sepse po kërkon atë që kanë kërkuar tash 4 vjet, dhe për cilin jam fashistizuar ndaj teje. Fashistizuar prej teje. Do thënë ka quajtur gati. E fashistizimi e kupton me fjalën e sharjes së fyres. Shkruan Açka. Edhe kjo është. Pra, një demokrat vetë përballë, se flet Noka. Tash edhe ish deputete, demokrate, po ashtu, me të njëjtën mënyrë. Nuk ju man ma Perizin, kërkush. As kërkush ka për t'ja majt ma Perizin, as Mul Nokës, as Albana Vokshit, as të tjerëve atje. Mirë po, asu si shton këto, ka shkuar spaku te Belinda Balluku, dhe është Rama sipër, dhe demokratët kanë shkuar ke Mul Noka dhe ke Albana Vokshi, dhe është vetëm Berisha sipër. Po në qoftë se spaku është I paragjikueshëm, sepse dhe ai bën politik. Jo shpjegova pse bën politik. Që kur çon në fillim pezullim edhe pastaj çon për të arrestuar, bën politik, nxjerr edhe sekretin hetimor,
pregatit edhe opinionin, luan dhe me gjykatën kushtetute, shpik terma, luan politik me Edi Ramën, duke ditë që do humbi me Edi Ramën. Përdor gjithë farë manierash politike dhe kjo nuk i ngjan drejtësisht, po i ngjan politikës, dhe do humbi përballë politikës. Jo tjetë ai SPAK, po tjetë SPAK-u i botës tjetë, nuk do të fitoj dot kur luan politikisht, sepse i ka gabim, dhe sillet keq, sigurisht. Mund të ketë aprovimin e militantizmit edhe populizmit, po ai shpesh shfryhet edhe kush metet pastaj elitokracia. Elitokracia të bëhet kundra, përdor politikën edhe sigurisht pastaj SPAK-u shkon atje ku kanë mend të shkojnë nëse sillet kështu. Po unë shpresoj se me kryetarin e ri të SPAK-ut do ndryshoj pak politika, e bërjes politik në SPAK. Duhet largohen sa më shpejt nga politika. Për ndryshe nyhen edhe ato me politikë. Kurse ke Partia Demokratike, jo vetëm që duhet t'japin dorëheqje, po sulmi duhet kryer ndaj Sali Berishës. Çdo që t'jetë fajtor Mulnoka, niveli i tij është nivel adolescencial. Është adoleshent. Ose bën si adoleshent. Është njeri i cili nuk mandot partinë gjithër. Mulnokës nuk i rrin kërkush në parti, i ikin gjithë. Ta provojnë të jetë kryetari i partisë se sa njerëz do t'i rrinë, sa do t'i binden. Ai merr fuqi edhe merr elementa fuqie nga Sali Berisha. Në momentin që nuk është Sali Berisha, Mulnoka është një zero me bisht. Bashkë me gazbardhen aty, kulmin e telit përdredhur, edhe me aprofitatorë të tjerë që janë në kryesitë partisë. Bile këta djegin edhe njerëzit e tjerë aty që kanë dy parlament më tepër, siç është ai Alizoti. I nxjerrin edhe këshigafash që bëjnë, vetë partia janë nxjerrë, edhe Alizoti është i zoti për të bërë gafa. Dhe sigurisht pastaj partia deformohet deri në atë pikë sa s'ke kujt i beson më. Dhe normalisht, dhe sigurisht, kjo është partia e Sali Berishës. Në qoftë se partia do të rrijë Sali Berishës, është edhe pjesë Mulnoka dhe gjithë ta tipat e veti. Po nuk është partia e demokratëve më. Në qoftë se partia rrije Sali Berishës, pronë e Sali Berishës, pronë e sorosistëve Sali Berishës, dhe ky akuzon për sorosistë tjerë që janë kundra tij, kundra metodave të tij, kundra zvarritjes që i bën ky partisë, kundra humbjeve të një pas njëshme që i bën ky. Dhe shpalljen pastaj sorosistë dhe tradhtar tjerëve për t'i linçuar politikisht ata, kjo parti jo vetëm që do rrudhet, por kjo do t'i bëjë nderin më të madh si kryeministit Edi Rama dhe kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama, ashtu dhe majorancës sotme, Partinë Socialiste ose Rilindjes. Jam dakord me shok timin që thotë, shiko, s'ka Parti Socialiste, është Rilindje. Edhe unë ashtu them. Ka shumë pak Parti Socialiste, shumë pak. Socialist për shembull është Erion Braçe. Edhe disa tjerë janë socialistë. Tjerët janë pjesë e Rilindjes. Nuk e di a është më mirë apo është më keq. Është më mirë përsa i për pushtetit, sepse pushtetin e ka marrë Rilindja, nuk e ka marrë Partia Socialiste. Por nga njëherë nostalgjia shkon ke e dikushmja e Partisë Socialiste që kishte më demokraci të brendshme, por nuk vinte kurrë në pushtet. Praktikisht me Edi Ramën ajo vjen në pushtet edhe qëndron në pushtet. Në saj edhe të një partie demokratike e cila u kthye në pronë të njerëzve të hurit e të litarit që fatkeqësisht drejtohen njerëzve asgjëbërës që mbahen mirë nga Sali Berisha, i cili e ka shpallur pronë Partinë Demokratike. Dhe sa tjetë pronë e tij, do të mungojnë demokratët. Kur tjetë pronë e demokratëve, do të mungoj Sali Berisha. Dakord miqtë e mi, dhe ky do të ishte fundi pastaj, fundi i qëndrimit, jo në opozitë, se në opozitë mund të qëndrosh prapë, po qëndrimit në mënyrën më të keqe të mundshme në demokraci, në sjelljen më të keqe të mundshme ndaj demokratëve. Ashtu si kundër, edhe ke Partia Socialiste, e cila është në pushtet dhe ka komoditetin e jashtëzakonshëm, është shumë keq kur njerëzit e saj lart e dinë shumë mirë që ka abuzuar dhe qëndrojnë. Qëndrojnë se friksohen nga pushteti i jashtëzakonshëm që kanë. Të dy janë gjëra të një negativiteti të jashtëzakonshëm. Negativiteti të jashtëzakonshëm
unë nuk e di çfarë do të ndodhi nesër, por minimumi që duhet bëjnë është largimi atyre njerëzve që në njërë anë, në majorancë, abuzojnë në pushtetin dhe vjedhin, në anën tjetër në opozit, kanë pushtuar alternativën, abuzojnë me partinë, prononcojnë partinë, abuzojnë me demokratët. Heqin nga shqiptarët alternativën politike. Dakord, miqtë e mi, këto desha të them për sonte.